Mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra, këtu në televizionin Dugagjini. Ky emision transmetohet çdo të hënë, martë, mërkur dhe të ejte ora 20:00. Ylli, mirë se vjen, Enkelida, mirë se vjen. Mirë se ju gjejmë. Një faleminderit për sponsorat, faleminderit parfumerisë Piano, që e kemi pjesë tonën. Gjithashtu Ujit Miros, Lagjis Washington dhe Automitës. Shumë faleminderit që jeni me ne dhe do t'jeni në vazhdim. Gjithashtu një faleminderim shumë i madh shkon edhe për publikun që na shiqon çdo ditë drejt darkë, mëngjes drejt darkë. Ju dojna. Tani kemi fol krejt javën për temat e dhunës. Kemi dhunën në familje. Na jemi të dashur me trajtu dhunën. Po. Nuk kemi persona kompetent që na i trajtojmë dhunën, por që kemi dashur për publikun ton, mi dhënë opinionet dhe mendimet tona, qoftë pi provojës edhe qoftë ajo çka është ndodhur sot. E kemi lidh këtë javë me dhunën dhe shpresoj që është momenti i dur, sepse dhuna është mbi zotëruar. Kemi marrë më tepër një fushat kundër dhunës. Elektorale, çfarë? Po, elektorale kundër dhunës në shoqëri, dhunës në familje, për arsye se po të shikoni raportet ditore të policisë, ka shumë dhunë brenda familjes. Po jetojmë të izoluar, po jetojmë kushte të vështira, rrugat e dobta, kur vjen muj, s'pëta kap muj me muj. Pastaj krejt kjo po krijon një lloj pasigurie, qysh do të na rriten fëmija, çka do të ndodh me fëmijët tonë, do të kenë të ardhme, do të kenë shkollë, a do të kenë punë e tjera. Qysh e sheti Enkelid, a kemi rritje të dhunës familje? Këtë ko kemi më shumë se cilën kom duke që kemi kaluar këto vitet e fundit. Këto 2-3 vjetët e tanishme ka tepër dhunë. Dhunë burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit, ndaj fëmijëve, fëmijët ndaj nënës, diçka që përpara se kemi parë kurrë, edhe në këtë pikë, ose fëmijët ndaj babait. Me një fjalë ç'a nuk po shohim, ç'a nuk po dëgjojmë. Siç e thua ti, unë mendoj faktori i parë është ana ekonomike. Po jo gjithmonë. Mendojmë të punojmë pak më shumë me familjen tonë, me fëmijët tonë. Problemet ekonomike nuk janë gjithmonë brenda në familje. Ka momente që janë familja shumë mirë ekonomikisht, ka dhe momente që është shumë ulët. Nuk do jeni gjithmonë ashtu. Më mirë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin e të japim sa më shumë pozitivitet, të rrim afër fëmijëve tanë, kur nuk e dim ata çfarë kanë brenda, ç'a fshehin. Ne i shikojmë pamjen e jashtme edhe mendojmë vetëm si je, edhe thojnë janë mirë edhe mendojmë që janë mirë, edhe ata brenda ndoshta kanë menduar edhe vetvrasjen. Të marrim kohë më tepër për njerëzit që i duam. Fillojmë te familja dhe tani të dalim jashtë aty ku na lejojnë dhe na pranojnë. Të marrim kohë sa më tepër për një mendim pozitiv. Mendoj unë. Ylli? Unë të në pak me kundërshtu në Kelidin këtu, sa i përket të kushtet ekonomike, unë mendimi jam nuk e akcepton, as nuk isha dash me thonë për kushteve ekonomike. Kjo njësë mas pari nëse ti rritesh për dy prindve që ushtrojnë dhunë nga njëri tjetrit, pa dyshim që jo që keme u bashtu. Nëse ti keme punu me vetën ndër vite, duke marrë parasysh problemet që i ke pasë në familjen tonë, unë mendoj që ndër vite, nëse ti i thu vetës që nuk kemi pa të gjona, besoj që keme jetë shumë para. Te kushtet ekonomike, kisha dash me thonë, ndoshta është ajo divorci vjen mas shumë të pje kushteve ekonomike, te dhuna në familje, unë mendoj, vjen gjithmonë Po para divorci shoqërohet shpesher me dhunë. Ka dhe divorci kemi dhe fat keq. Po jo çdo herë divorci vjen prej dhunës. E para punës, njëherë ka më ardhe, është mendimi jam gjithmonë, unë njëherë mendoj që vjen prej dhunës fizike, jo dhunës fizike, psiqike, dhe mandej ka më ardhe për një gjuhës verbale, ndoshta falem për një gjuhës vulgare, jo verbale, edhe ajo verbalisht ka më u transmitu të personin e fjallë. Edhe mandej ka dhe rase që shkon edhe me dhunë fizike, shumë e vërtet. Po për kushteve ekonomike nuk kisha mujt me thonë. Po është edhe një shkaktar i vogël që është edhe kushtet ekonomike, po jo domosdoshmërisht është një shkaktar i madh që kushtet ekonomike. Sepse nëse ti padyshim nëse ti kime ushtru dhunë ndaj gruasonës, gruaja ndaj burrit vet, ai fëmijë nuk ka më rrit mirë. Ai fëmijë ka më rrit me mungesë shumë të madhe tek vetja e vet, mungesa vetë besimit,
e para punës që është primare vetbesimin ditën e sotit, ai fëmijën nuk mendoj që ka me pas vetbesim, s'ka me qenë fëmijë shumë emocional që ka me u prek për gjanave më të vogla të mundshme, sepse duke u rrit të ta ra baba nanën ose nana babën, padyshim që ti në të ardhmen ki me konë personi më i prekshëm që ka me ekzistu. Pse? Sepse i rrit ndoshta një dhunë, një familje që ka ushtru dhunë ndaj njëri tjetrit. Ose aq ma pak kemi edhe prind që shkojnë e rrafin fëmin vetëm për me ndëgju prindi tjetër që është në katin e poshtëm dhe ma ardhë mu përla për problemet që i kanë këta dy të zbashku. Unë njaf edhe njerë që i kanë bo këto gjana edhe që i bojnë. Gjithmonë fëmija është... Ose për fatin e keq, Po. dëgjon në rrugë, në familje, kur prindi ose migja ose kush do qoftë e rraf fëmijën pse po qanë. Në vend që me e ndëgju ose me lanë le të qanë fëmija, sepse shkenca e vërteton që kur një fëmijë qanë, është shumë shëndet. Dhe nuk ka nevojë prindi me rraf fëmijën pse po qanë. Qanë fëmija pushon edhe në vend që me thamë të regon pse qajte, ku është arsyeja, t'ja fut shpull. Kjo, e dyta, po e lexoj një studim shkencor këto ditë që dhuna verbale që përdor prindi ndaj fëmijëve, bërtima e shkatron trunin e fëmijët. Nëse vërtet. Ajo është shumë e vërtet që e shkatron. Do me thonë, unë vazhdimisht e kam thonë se kam dëgju edhe në Suedi kur kam përkthy për mjek t'ju thojshin prindërve që bërtima e damton fëmijën shumë ma shumë se sa në qëfë se jep një shpull në dorë, shambull. Apo kuptan? Se di, për mu është teme shumë prekse dhe ndërlikume kjo pjesë, sepse unë po njoh edhe njerëz gjatë gjithë kohës, edhe është pak prekse në atë aspektin ku ndëgjoj shumë divorce që ndodhen, edhe që ju i privohet të drejta fëmijës me taku babën, i privohet të drejta fëmijës me taku nanën. Dyqysh unë mendoj që ata prind që dohen, jo që ka më rrit ai fëmijë ndoshta keq, absolutisht nuk rritet kur keq, se mundet më rrit edhe me dy prind të divorcuar, edhe të cilët ja plotësojnë dëshirat më të mëdha fëmijëve vet. A lexove çdo ditë në media, merr me men, unë nuk e di vëlla, çfarë shpirti duhet të ketë një babë me marr fëmijën, me fut në gepek të makinës, me prun prej një shtetit perëndimor. Nga Spanja, nëse s'ka boja. Nga Spanja. Edhe ka prun në Kosovë. Ki plot raste në Keled, shumë e të mërshme, e ka morë fëmijën, ja ka morë grusë në Gjermani. Po e ka rëmby nga nëna vetë. Po prej nati e ka prun me rritë dajt ose tezet, veç prej natit grusë. Po edhe unë jo në raste tilla kur largohet nana dhe mandej ose për shembull kanë probleme djali, kanë probleme plot nana shtriga që nuk i lejojnë fëmijët me taku babën e vet. Po çifti ka probleme për shembull në mesveti dhe mandej e kap djalin dhe largon e çon te familja e vet burri përmes me taku nanën. Domethënë kjo është diçka absurde që mundet me ekzistuar edhe për dy prindve, ja hub drejtën fëmijës me taku babën apo nanën. Ose mi thon fëmijës e ki nanën, kur e ki nanën, kështu falem për gjithë publikun, për me kjo për mua është skandaloze. Sepse unë sot jam fëmijë i dy prindëve divorcuar, edhe s'kam qef asnjëherë me mendu këtë pjesë, po jetoj i lumtur me dy prindë që janë të divorcuar, qoftë me babën dhe qoftë me nanën. Se kush ka qenë fajtor, kjo pjesë është shumë e vogël për mua. I takon atyre, nuk takon ty. Unë rritëm një mënyrë të mirë. Po dhe në çdo divorc dy palë janë fajtor. Një frymë të mirë. Po s'ka nevojë me përcaktu te fëmia, bravo. Sepse unë po rritem mirë, domethënë deri në këtë pikë, ndoshta mundem edhe me thonë edhe me citu që gjithsecili prind ato fillimet e veta që i ka full keq për njërin prind, por e rëndësishme është fëmia mos me gjithsecili prind është ai që i fol për keq për prindin tjetër, sepse njëri që e ka fajin lidhje se jo domosdoshmërisht gjithmonë kanë fajin, njëri gjithë që sheko. Padyshim që ky prindi paqësor ka mi fol për rastin e prindit vet që ka qenë fajtor. Kështu që unë mendoj këtu duhet me bën një ndasi ose me bën një diferencë. Raporti mes burrit dhe gruas duhet me met mes burrit dhe gruas. Nuk ka lidhje me ditë fëmia. Unë e njoh një çift që për shembull e ka tradhtu
gruja e vetë, sot e asaj dite, ai burr kur nuk, se do më thonë gruja ka tradhtu burrën. Ai burr kur një jetë nuk i ka thonë fëmijës vetë, më ka tradhtu nona jote. Do më thonë, ai prind për mu është prindi maj përsosur që ekziston, sepse nuk ka dasht mja shtije dhe mja ngulit në kokë fëmijës vetë, sepse ndoshta ai fëmijë niset për aty rase që ka ndodhur edhe mundet me kriju një urrëtie ndaj nanës së vet. E për këtë arsye kisha dashur mi thonë edhe me thonë publikisht, sepse unë isha të thonë që dy prind mi janë divorcuar, nuk kemi parë as i fundit, a kom pas let, jo se kom pas let. Sepse gjithë se cili person, sot gjithë se cili fëmijë nuk është që ka dëshirë mi ndofë prind absolutisht njët, nuk besoj që ka prind dur që ndoshta ka qik me pa fëmin hera nej, her kënej, do më thonë kjo për mu është diçka skandaloze nëse ka prind të tillë, po kisha dash mi thonë që ata prind që divorcohen, ata prind që i ndajnë rrugët e veta, do më thonë gjithmonë është fëmia ai që i bart problemet e prindve mbi sytë e veta, është viktima e rasteve. Kështu që kur njët mos ja hupni drejtën fëmis me taku babën apo nanën, sepse ai fëmi ndoshta e hup drejtën me taku tani sa është si fëmi. Po kur ti bën disa vite, ndoshta me këtë prind po e flas për ndjenjes së brendshme. Kështu që kisha dashur me thonë. Sa fulti për këto tema edhe për pleqt, edhe për bollë keni babë që unë kam përjetu divorcin, i kam dy vajzat mrekullueshme që kur njët nuk ju kam fol, as nona ty në keq për mu, as unë nuk i kam fol. Unë s'kisha dashur me përjetu divorcin as një fëmijë, kështu, po e flas me veç edhe s'duhet më po fort se temë tabu. Jo, sepse unë do ta përcaktoja ndryshe. Mu nuk më dhimet një fëmijë që i ka dy prindër të ndarë, mu më dhimet një fëmijë që i ka vdek njëri prind, seriozisht. Ai fëmijë më dhimbet sepse në një pjesë ka mbet jetim. E që i ka dy prind të ndarë, besom që ka ndodhur mirë ashtu për arsyet e tyra se sa ai fëmijë të rritet gjithë jetën me dhunë. Ka arsye që ka ndodhur. Ma mirë është me dek një prind edhe e din që e ki vdekur, se sa me i pas dy prind të ndarë, dhe që njëri nashta as nuk do m'ja pa syt në këtë botë dhe je pishman që... Fëmijës vet? Jo, për fëmijë. Nashta që nuk do m'ja pa syt ati prindi, sepse nuk kalon na i gjatë dëshirueshme për me dashtë. Okej, ama kjo është raste më të rralla. Aja histori e rëndë, po, tani po. Sepse e din që e ki vdekur. Unë nuk e di çfarë po ndodh në shoqërinë tonë. Nuk e di çfarë po ndodh në shoqërinë tonë. Jo më larg se mbram një nën në Shqipëri kishte lënë 6 fëmijë të vet, më i vogli bëi fjalë, vajza djalë nuk e di 5 muajsh. Edhe kishte ikur te i dashuri vetë dhe jetonte që 5-6 muaj nëse zgaboj me një fjalë. Bashorti i bënte thirrje, ai mblidhte kanaçe dhe gjërat hekurta për me jetu. E ke pa TikTok nëse zgaboj? Do të gënjej mbrëm e pash, po besom, po shoka gjërat këqija që nuk po mundemi çu deri në fund edhe i lash në gjysmë. Po i thoshte të lutem, merri 3 fëmijë ti, ti mbaj dhe unë. Jo. Ajo nuk kthehej më, ajo e kishte vendosur, kishte ikte burri tjetër. Po ai bënte thirrje, të paktën 3 fëmijë, merri ti, 3 ti mbaj unë se nuk ishte në gjendje, ai mblidhte kanaçe. A di çfarë janë kanaçet? Këto të Coca-Colës së gjërat, i mblidhte ato për me ushqy fëmijët e vet dhe thoshte nuk dal me ushqyt gjashtet, nuk më del. Nderuar teleshikues, me kaq po e përfundojmë emisionin edhe temën për sonte. Rishihemi si zakonisht çdo të hënë, martët, mërkurë dhe të ejte, ora 20:00. Gjithashtu dhe të shtunën shkon në transmetim. Të shtunën si gjithmonë transmetim emisioni shkon në tërësi.